Pra, vendimi i gjykatës kushtetuese duhet zbardhet, duhet botohet në tetor zyrtare dhe bëhet i detyrueshëm për gjykatën e lartë. Gjykatën e lartë. Pra, gjykata e lartë duhet ta shqyrtojë çështjen e masës sigurisë së rënvelisë përsëris sapo vendimi i gjykatës kushtetuese të këtë hyrë në fuqi, këtë marrë vlerë pra, në një farë mënyrë ndjes që të ndërpres, pra në një farë mënyrë gjykata e lartë sot vendosi sikur të mos ta kishte lexuar atë vendimin e kushtetueses. Sepse ajo nuk e ka lexuar. De facto nuk ekziston një vendim i gjykatës kushtetuese që të jetë i detyrueshëm për gjykatën e lartë sot në këtë moment. Kështu që në këtë moment që ajo ka gjykuar me pa vendimin e gjykatës kushtetuese dhe me praktikën aktuale të mënyrës së gjykimit të këtyre rasteve. Ajo që mbetet për të diskutuar është e ka zbatuar gjykata e lartë vendimin e vet mësues. Okej. Pra ka lexuar vendimin e vet unifikues. Po dhe kjo ka një pyetje tjetër që gjithashtu teknikisht është e komplikuar, sepse edhe ai vendim nuk është zbardhur ende. Edhe vendimi i vet gjykatës. Edhe vendimi i vet gjykatës nuk është zbardhur ende. Pra ne u thash që vendimet e gjykatave janë pas lejet të ndërtimit. Që merr miratimin sot apo ja 2 vjet sa zbardhat ajo me të rrezik kështu. Kjo është Shqipëria administrative ku jetojmë, që duhet ta them edhe këtë. Pra teknikisht në të dyja rastet gjykata e lartë është, po them, kjo trup gjyqësore e sotme është juridikisht e mbrojtur, sa thotë asnjë vendim, as i gjykatës kushtetuese, as vendimi i njësues nuk është ende i detyrueshëm për zbatim në praktikën konkrete. Kështu që besoj që juridikisht fshihen pas kësaj. Pastaj çfarë do të thotë kjo për çështjen, për imazhin publik, për interesin publik etj. Është diskutim tjetër, por teknikisht kjo është. Teknikisht është kjo, thua ti. Po mirë, apo thot gjykata e lartë me këtë vendim të radhës, pra se vazhdon ta lëri në burger Jon Veliaj, se ka bërë disa rekurse ai në gjykatë e lartë dhe nuk ka ndruar gjë. Që masa e SPAK-ut qëndron juridikisht e fortë, pra mund të lexohet ky vendim si një tregues që SPAK e ka kopsitur dosjen me prova dhe me këto argumentat se pse Veliaj duhet të qëndrojë në burg. Me aq sa ka argumentuar në shkurtimin e vendimit njësues, gjykata e lartë ka dhënë të kuptojë këtë gjë, e thon thjesht, që në paraburgim meritojnë të futen vetëm persona që vrasin, persona që janë nën akuzë për grup të strukturuar kriminal, pra njerëz që janë në këtë nivel rëndësie apo rrezikshmërie të krimit. Se nuk është vetëm rrezikshmëria e veprës penale për cilën akuzohet, por është edhe rrezikshmëria e personit në vetvete. Dhe në paraburgim mund të futen, sipas atij vendimit gjykatës lartë të shkurtuarit, persona të cilët kanë dështuar masat e lehta të sigurisë dhe ti detyrohesh ta paraburgosish. Këto janë 3 rastet ekstreme kur sipas gjykatës tonë të lartë me vendim të shkurtuar duhet të jesh në paraburgim. Në këtë kuptim, nëse Ron Veliaj apo të tjerë futen në një nga këto 3 raste, kjo tash duhet pasë çfarë ka thënë ajo trupa gjyqësore ka dhe sot. diçka tjetër ndoshta që mund t'i bashkangjitet kësaj. Hetimet që ka bërë SPAK gjatë kohës që Veliaj ishte në paraburgim, përgjime, telefoni, intimidim. Ajo është temë tjetër dhe është gjykuar në gjykatën kushtetuese. Pra, me pak fjalë, Ron Veliaj ka thënë në gjykatë, ka kërkuar në gjykatën kushtetuese që të deklarohet antikushtetues presioni i prokurorisë që ka shkuar në një shkallë të 2 gjykimi me gjasme prova shtesë, me këto përgjimet e burgjeve. Kjo është diskutim tjetër. Dhe kjo nuk është halli që ato provat shtesë janë pse ka folë në telefon, e kupton? Është një histori, ose ka folë nga telefoni gjatë transportit i atij policit burgjeve. Një temë tjetër edhe kjo, por duhet të them që edhe me kaq bazë legale sa ka sot në fuqi, kolegjet e gjykatës së lartë janë shumë rigjide, janë ende jashtë formulës ligjore. E përsëris, nuk është se ka bënë shpike ai vendimi i gjykatës së lartë, ai vendimi që i thoni unifikues apo njësues, se kështu ka termin legal. Sepse vetë ligji shqiptar, po ta lexosh me kujdes, këtu të çon. Pra ti e ke paraburgimin si një mjet ekstrem, si një mjet të fundit, si një mjet ndaj krimeve shumë të rënda dhe personave shumë të rrezikshëm dhe në atyre personave që nuk kanë pas efekt masat e me por. Pra në këtë kuptim, duket që gjykata e lartë ka një qëndrim in extremis, të paktën deri më sot, në raport me masën e sigurisë burg të arrestit me burg. Por përsëris kjo është koha, mos harrojmë që edhe gjykatësit janë njerëz,
janë qenje që jetojnë në këtë vend, ndikohen nga diskutimi publik dhe politik, patjetër që po. Mos kemi në iluzion që ata janë Pra mendojnë që ka patur një lloj presioni për gjykatësit vetë gjithë ky debati publik që u bë këto 2-3 ditë pas vendimit kushtetueses që do të dalë Velia e tjerë. Jo vetëm 2-3 ditë, ka kohë, u bë vite kjo që nuk duhet prek spaku, po tha spaku një gjë, u bë bule, kaq spaku më ajo punë. Kupton? Kjo është një gjë që sigurisht nuk çon tek drejtësia, po çon tek ajo që quhet ndëshkimi, Ky populli që ka qef ndëshkimin, ne kemi thënë atë, ndëshkimi populli kënaqet kur ndeshkohet, kur shef gjak në burg.